Katastrofë mjedisore në brigjet e Adriatikut. Ky fenomen ndër të tjera më së shumti ka prekur plazhe në të dy krahët e grykderdhjes së lumit Shkumbin. Plazhet e Divjakës dhe Vilboshtovës në bashkinë e Rogozhinës janë të mbushur me mbetje plastike, metalike e bimore. Gjithësasia tepër e madhe këtyre mbetjeve ka qenë e mbartur prej vitesh përgjatë rrjedhës së përrenjve dhe vet lumit Shkumbin nga prenja si Librazhdi, Elbasani, Ceriku, Peqini e Rogozhina. E njëjta situatë alarmante është edhe në plazhin e Divjakës nga grykderdhja Shkumbini deri në afërsitë të grykderdhjes së Semanit, ku përveç mbetjeve plastike ka një depozitim prej 1.5 metrash leshterik dhe mbetjesh drusore. Të gjithë ata që vinë për herë të parë në parkun kombëtar Divjak Karavasta, ku përfshihet edhe plazhi, maniten nga bukuria, por mbetjet lejnë një shije të hidhur për turistët. Shoqatat mjedisore japin alarmin për këtë katastrofë mjedisore, e cila është e pamundur të rikuperohet me vullnetarizëm, por që edhe bashkitë Divjak e Rogozhin nuk disponojnë fonde për të menaxhuar situatën e krijuar. Gjithashtu ambientalistët shprehen se ndër të tjera, puna duhet nisur që në burimin e ndotjes për të mos u përsëritur situata të tilla që kanë shqetësuar jo vetëm opinionin shqiptar.